Pak orë para fillimit të ndeshjes Shqipëri-Serbi e vlefshme për fazën kualifikuese të Euro 2026, aktoria dhe fituesja e Big Brother VIP Albania 3 Egla Ceno ka ndarë një reagim publik në rrjetet sociale. Përmes një postimi në Instastory, Ceno ka bërë thirrje për maturi dhe qytetari duke u shprehur se pavarësisht plagëve historike, shqiptarët duhet të tregojnë vlerat e tyre përmes sjelljes dhe qëndrimeve dinjitoze. Po është e vërtetë që serbët na kanë lënduar vëllezrit, por nuk duhet të përziejmë artin dhe sportin me politikën. Forca e vërtetë e një kombi që ndron në mikpritje dhe qytetari, jo në urrejtje, shkruan aktoria. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.